Dy operacione të ndara të policisë së shtetit kanë përfunduar në arrestimin e 2 shtetasve në Kamës dhe Shijak. Në rastin e parë, shërbimet e komisariatit të policisë numër 5 në Kamës kanë ndaluar një automjet të dyshim tip Volkswagen në fshatin Kasall, pas informacioneve operative se drejtuesi i tij mund të qarkullonte i armatosur. Gjatë kontrollit, efektivët gjetën në automjet një armë zjarri pistolet së bashku me krëhër dhe fishek, të cilën 34 vjeçari e posedonte pa leje. Ai u arrestua në flagrancë dhe tani përballet me akuzën armbajtjes pa leje. Në një rast tjetër, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Shijak kanë arrestuar një 27 vjeçar i cili dyshohet për një seri vjedhjesh në biznese të ndryshme të zonës. Sipas hetimeve, i riu ka vjedhur shumë parash, sende me vlerë dhe aksesorë të ndryshëm në një market, si dhe 2 biznese në fshatrat Borak dhe Xhavzotaj. Policia thotë se provat e mbledhura e lidhin këtë shtetas me të paktën 3 raste të vjedhjeve të kryera më herët. Materialet procedurale për 2 ngjarjet janë referuar provurisë së Durrësit, e cila do të vijojë hetimet për vepra penale të ndryshme, mes tyre armbajtje pa leje dhe vjedhje.